can fly. Gjibani ja bën për hajër fitoren gjestit, i kërkon falje. Ish banori përfolur i Big Brother VIP Gjibani ka befasuar ndjekësit me një qëndrim publik të qartë dhe emocional, duke shpërndar një mesazh ku tregon se ka votuar masivisht për finalistin gjesti. Në një postim të ndarë në Instagram, Gjibani jo vetëm që zbuloi votën e tij, por e shoqëron me një tekst që rrëfen shumë më tepër se sa thjesht një preferincë televizive, teksa shkruan: tash që e dogja finalistin në shenjë proteste për ruazën e hedhur në pishinë, besoj kam të drejtë të votoj për cilin ma do shpirti, por pjesa më e ndjeshme e komentuar deklaratës është padyshim dedikimi i tij personal që shkon thellë për te lojës, teksa shkruan: gjesti të faleminderit për urimin që bone për babin tim dhe më fal për sa herë të kam ranë në qafë me të padrejtë. Këtë moment reflektimi Gjibani ka shoqëruar me një pranim të ndershëm të dëshirës së tij fillestare për ta fituar vetë. Kisha dashur me fitu vetë, ama nga ata që kanë ngel aty, më dukesh më i miri për çmimin e parë. E për ta mbyllur, ai nuk ka lënë vend për dilema dhe spekulime, teksa ka shkruar: për hajër dhe hajde ma gjallë, një urim që vjen nga zemra e që e bën të qartë se për Gjibanin fituesi moral dhe real i këtij edicioni është gjesti. Ndërkaq komente të shumta kanë vërshuar në drejtim të tij, duke akuzuar për hipokrizi, pasi ishte ai i cili goditi gjestin, teksa ka marrë edhe një përgjigje nga Gjibani: për të gjithë ju komentet që më akuzoni se kom gjuajtur gjestin, të gjithë ata fansa që më ndjekin për këtë shkak nuk i dua fare, ju them të më bëjnë unfollow. Nuk e kom goditur gjestin, thjesht më ka prekur dhe e kom shtyr. Nuk kam pasur asgjë kundër tij dhe gjërat janë të kaluar. Ju vjen një natë, ai u ka palu gjithë dhe përfundoi Gjibani.